drejt për drejt zotin Selam Shkodra për të vijuar me një bisedë lidhur me këtë takim që ka përfunduar, ka zgjatur gati 2 orë dhe është mbajtur në Stamboll. Ju përshëndes shumë zoti Shkodra, faleminderit që jeni në adyshjen për këtë bisedë. Përshëndetje për juve dhe shikues të juaj. Atëherë zoti Shkodra, nisemi së pari bisedën pikërisht me takimin e Stambollit, rezultati të cilit është të paktën nga ajo se çfarë është arritur përpos kërkesave dhe kushteve që ka vendosur Ukraina, janë pajtuar për këmbim të burgosurve. Është një hap pozitiv? Si e konsideroni? Sot në Stamboll, në njëri nga pallatët rezidenciale, që ka gënë është Perandorisë Osmane në buzë të Bosforit, në kryesimin e ministrit të jashtëm Hakan Fidan janë takuar delegacionet të vendeve mes Rusisë dhe Ukrainës dhe mendoj e madhe është që palët kanë arritur të ulën në tryezën e dialogut me qëllim që të bisedohet për dalje nga kjo situatë e cila tashmë ka më shumë se 3 vite e gjysmë. Prezent, si shihet në takim, është edhe shefi inteligjencës turke, po ashtu delegacionet kryesore në nivelet të larta, nga këshilltari i presidentit Vladimir Putin, Vladimir Medinski, së bashku me zëvendësministrin e jashtëm, dhe delegacioni ukrainas kryesor nga ministri i mbrojtjes Rustem Umerov, që shpesh raste që tashmë ka filluar të thonë se mund të jetë edhe të shaqare. Si që ta kem ndonjë rezultat konkret me përjashtim të disa dakordancave për imen e numrit të dokumentacioneve mes palëve nëpërmjet facilituesit të këtyre takimeve palës së turke, dhe me theks të veçantë mund të thuhet se kem përparime në çështjet e riadhesimit të fëmijëve të rrëmbyer nga armata ruse gjatë tyre 3 viteve të luftimeve. Dëgjova me vëmendje delegacionin ukrainas, i cili tha se do të zgjidheshin problemet rast që do të kishte një takim mes liderëve të 2 vendeve, por tha se jemi të propozimit dhe jemi të gatshëm që këto bisedimet të zhvillohen në fund të këtij muajit. Vlen të potencohet se roli i shtetit turk në muajt e fundit është jashtëzakonisht i rëndësishëm për faktin që ka do të thotë kredencialet e nevojshme që të ulë palët në tavolinën e bisedimeve. Përse le të themi kanë besim ose shfaqen plot besim qoftë të dyja palët, qoftë Rusia, qoftë Ukraina ndaj Turqisë në rolin e saj negociator? Turqia si njëri prej vendeve që ndon detin e zi me këto 2 vende, është çdo ditë më shumë duke fituar terren në arenën ndërkombëtare dhe pikërisht për shkak të rolit që ka pasur këtë konflikt, veçanërisht në fillimet e këtij konfliktit. Pala ukrainase është besim plotën në palën turke, për shkak se e njëjta e ndihmoi me asistencë ushtarake në fillimet e konfliktit, po ashtu edhe pala ruse ka parasysh relevancën e shtetit turk në detin e zi, ku tashmë çdo ditë më shumë po është prezent me flotat e saj ushtarake, e cila po ka një qëndrim kategorik se nuk do të njihet aneksimi i territoreve të Ukrainës, e veçanërisht do të thotë po potencohet nga shteti turk që Krimea, e cila është aneksuar në vitin 2014, është pjesë territoriale e Rusisë. Sipas gjitha gjasave, shteti rus e ka të qartë që nuk mund të ketë një marrëveshje përfundimtare në mes këtyre 2 vendeve pa pas në një mënyrë apo tjetër dakordancën e
shtetit turk, për shkak të interesave shumë vitale dhe jetësore, si nëse shohim si në rrafshin historik, po në kontekstin kohor të tashëm. Po, zoti Shkodra, por ndërsa ka tentativa përpjekje për të arritur në negociata të cilat sigurisht që pikësynimi kryesor është armëpushimi pse jo paqja, por situata në terren nuk është kaq optimiste, luftimet janë të ashpra dhe së fundi bëhet me djetë paktën diçka të tillë e citon Ukraina kur thotë se ka goditur me 10 aeroplan bombardues me rrezet e gjatë veprimi në të gjithë Rusinë. Sa gjasa ka që të ketë një kundërpërgjigje nga ana e Rusisë në shenjë hakmarrje? Me të drejtë është thënë qërshën, sepse dje kem pas një sulm masiv të dronëve të armatës ukrainase në thellësi, në brendësi të thellësisë të territorit Federatës Ruse, ku janë sulmuar 4 baza ushtarake, veçanërisht atyre të aviacionit dhe sipas lajmeve që vijnë nga agjensitë prestigjioze ndërkombëtare, flitet për 40 bombardues aeroplan të armatës ruse, të cilët tashmë janë bashkëruar me hi. Mendoj që ky operacion i quajtur i njohur ndryshe si Kthjetrat e Marimongës, i përgatitur gjatë kohë në bashkëpunim edhe me aleat perëndimor, ka për qëllim që të imponoj Rusisë uljen në bisedimeve nëpërmjet presioneve dhe sulmeve të tilla ushtarake. Por, sipas pikpamjes time, konsideroj që mund të ketë një efekt të kundërt nga ajo që pala ukrainase synon dhe mund të përshkallëzohet konflikti dhe palët mund të shkojnë në drejtime të kundërta të asaj. Bota po e kërkan me ngulm që të ketë një paqe në mes këtyre dy vendeve. Besoj që kjo i zeron, por situata në terren, zoti Shkodra, a i zeron përpjekjet që po mbahen së fundmi në Stamboll për të arritur një armëpushim mes dy palëve? Ju e dini që edhe presidenti amerikan Trump thotë që paqja nëpërmjet forcës. Nëse e përqafojmë doktrinën e presidentit amerikan, paqja nëpërmjet forcës, duhet të ndihmohet ushtria ukrainase dhe pala ukrainase pa kushte. Një paqe lëvizjet e fundit të Republikës Federale Gjermane shkojnë në drejtim që të hiqen pengesat në furnizimin me armatim shtetit të Ukrainës, veçanërisht në raketa me rreze të gjata veprime, të cilat do të lejoheshin të qëllonin në brendësitë të territorit rus. Mirë po, kërcënimi është i vazhdueshëm dhe permanent nga Federata Ruse se mund të ketë një zgjerim të konfliktit edhe me vende të tjera në rast se perëndimi nuk do të ndalojë së furnizuari ushtrinë ukrainase me këto armatime të cilat mund të jenë përvluese, nëse mund të quaj, për vetë shtetin rus. Besoj shumë që tashmë edhe Federata Ruse e lodhur dhe raskapitur nga ky konflikt 3 vjeçar do të heqë dorë nga kushti i tyre fillestar, po edhe tani në konsistencë të këtij kushti që po thonë se duhet të trajtohet shkaqet fillestare të lindjes së konfliktit. Dhe ju e dini që shkaqet fillestare të lindjes së konfliktit janë mos antarësimi i shtetit të Ukrainës në paktin NATO dhe mos vazhdimi i saj të militarizimit apo të armatosjes së saj. Por palën ukrainase këto dy kushte janë të papranueshme dhe mendoj që palët akoma janë larg nga një arritje marrëveshjes finale të paqes, por uroj që të ketë në marrëveshje por një arpushim disa javësh ose muajsh.
dhe do të zhvendosemi nga lindja e Europës, nga konflikti Rusi-Ukrainë, shkojmë pak tani në lindjen e mesme, konkretisht në Gaza, një situatë e rëndë, një realitet i hidhur, dëshpërues, po përjetojnë çdo ditë banorët e Gazës. Së fundi raportohet për të vrarë afër një qendre për shpërndarjen e ndihmës dhe sipas OKB-s, 100% e banorëve të Gazës janë në rrezik nga zia e bukës. Çfarë po ndodh me Gazën, zoti Shkodra, përse është lënë në mëshirë të fatit? Ju me të drejtë e ngrit në këtë çështje, e cila tashmë bë plagë e rëndë për gjithë opinionin botror. Por ata që do ta dinin se si do ta zgjidhin konfliktin e lindjes së mesme, do ta dinin se si është parajsa ose ferë në atë botën tjetër. Tashmë as sa shihet ka projekte të qarta, do të thotë nga shteti i Izraelit për të zhvendosur në tërësi popullatën palestineze nga ajo pjesë me një ofanzivë të përgjithshme ushtarake. Mirë po, administrata amerikane, veçanërisht presidenti Trump ka bë hapa mbrapa në zbatimin e këtij projekti, ku fillimisht ishte pjesë e propozimeve të presidentit Trump, që për pamjen time ishin me kohë projektet të qeverisë Netanyahut, ku tashmë po shihet qartë që po dalin edhe dokumente të cilat po flasin se qeveria izraelite kishte biseduar qysh në fillim të konfliktit me disa vende për të pranuar numrin prej 2 milion njerëzve që jetojnë në Gaza, duke përfshirë Nikaraguan dhe disa vende të tjera, Somalilandë dhe të tjera, për të pas një terren do thot pa popullatën palestineze. Këto projekte kanë hasur në rezistencë nga popullata ose një rezistencë të jashtëzakonshme pa njohur deri më tash nga popullata palestineze, po edhe nga shumica e vendeve arabe, Turqia, e veçanërisht javën e fundit kemi një përmbysje të situatës nga vendet e Unionit Evropian. Më e zëshmja nga to është Franca, duke u pasu nga Britania e Madhe. Konkret, zoti Shkodra, ka rezistencë, por nuk ka ndonjë impenjim konkret në mbrojtje të Palestinës. Tashmë dihet qartë siç shihet se Izraeli mund të definohet si cari i botës. Dhe nuk është e thjeshtë që të ketë një përplasje të drejtë për drejtë, ndoshta me carin e botës, ku po bën atë që po e bën dhe s'po penalizohet nga askush. Nëse e shohim, është vende që ka shkel më së shumti rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, dhe ju e keni parë që edhe deklarimet e presidentit Macron ditëve të fundit janë shpërfillur nga ministra krejtësisht periferik të qeverisë Netanyahu dhe nuk janë marrë seriozisht propozimet apo thirrjet e komunitetit ndërkombëtar për ndaljen e këtij gjenocidi i cili po ndodh. Unë mendoj që ky projekt përkundër përpjekjeve nuk do të realizohet, sepse bota është më e madhe se sa projekti i zotit Netanyahu, dhe do të ishte përmbysje gjithë... Nëse ka mbështetjen e SHBA-ve, realizohet, zoti Shkodra? Unë mendoj që SHBA-t nuk do ta marrë një barë të turpit i cili do të vënte me shpatulla për muri civilizimin perëndimor, i cili ka shpëtu vetë popullin hebrej nga një shfarosje totale vetëm këtu e 80 vite më parë. Andaj besoj që vujtjet e popullit palestinez mund të zgjasen edhe për një periudhë kohore, por nuk besoj që do të ketë spastrim etnik të Gazës. Ju falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam së bashku dhe për kohën që na dedikuat. Mirëqofshi, faleminderit për juve dhe shikuesve tuaj.